Prej sot, shikojeni Edi Ramën si që është në të vërtet një mbrojtës politik i korrupsionit, të cilin tani i ka rënë maska 10 vjeçare e arkitektit të rrem të reformës në drejtësi. Qytetarët kanë të drejtë të dinë se vendimi i Edi Ramës për të bërë avokat i korrupsionit nuk është marrëdhje. Ky vendim nuk ka asnjë lidhje me ndonjë fakt juridik, sepse provat, madje me mira flet, janë aty. Ky është një vendim politik i marrë që ditën e parë të ngritjes së akuzës ndaj Belinda Ballukut. Është një vendim i paracaktuar, fiks një lloj siç ishin vendimet e të panderës Belinda Balluku për të paracaktuar procedurat e prokurimit. Qytetarët meritojnë të dinë gjithashtu se për herë të parë që nga krijimi i SPAK-ut, një kërkesë e paraqitur nga prokuria e posaçme për hetimin e abuzimeve me fondet publike në nivelet më të larta të pushtetit, por refuzohet politikisht nga shumica parlamentare, jo mbi bazën e një analize juridike, po mbi bazën e një mbrojtjeje të hapur politike nga kryeministri i vendit. Të gjithë e pam se Edi Rama përgojoi këdo dhe bëri pis gjithçka që e çon drejtësinë nga Belinda tek ai vet, por në 80 minuta fjalim nuk përmendi asnjë provë reale të prokurisë së posaçme.